Zonja dhe zotëri, mirë se vinë në News Albania. Unë jam Drilon Xhabollari dhe në minutë vazhdim do t'jemi së bashku për cilët e kjo zhvillimet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota. Një zjarr ka përfshirë në orët e para të mëngjesit një hotel në zonën e Lungomares në Vlorë, duke lënë të lënduar 6 persona. Ngjarja është regjistruar rreth orës 4 të mëngjesit në lagjen 10 Korriku. Sipas policisë, flakët kanë nisur në ambientet e restorantit të godinës dhe më pas janë përhapur në pjesën e hotelit. Për shkak të tymit dhe flakëve, disa prej personave që ndodheshin në godinë janë detyruar të dalin nga dritaret për t'i shpëtuar rrezikut. Në vendngjarje kanë bërritur menjëherë shumë zjarfikës dhe forcat e policisë të cilët kanë bërë të mundur shuarjen dhe lokalizimin e zjarrit. 6 pushues kanë marrë lëndime, 5 prej tyre shtetasve janë të Kosovës dhe janë transportuar për mjekim të specializuar në spitalin e djegjive në Tiranë. 2 prej të lënduarve kanë pësuar djegje të konsiderueshme në trup. Një tjetër i dëmtuar shtetas nga Rësheni po merr ndihmë mjekësore në spitalin rajonal të Vlorës. Nga zjarri janë shkaktuar edhe dëme materiale në godinë.